Më në fund ja ku kemi kishën më unike në botë ose kishën e vetme në botë. Ja të kemi dhe formën cilindrike rreth 37 metra e lartë, që është mbrapa nesh, që po shikojmë tani. Pra, si që a thash edhe postime tjera, kjo është kishe unike në botë. Kjo nuk ka një kishë tjetër, do më thënë nuk është e veçantë, por është unike, nuk ekziston një tjetër. Veçantia më e madhe e kësaj që hyn në klasifikimin botror është sepse kjo është kisha vetme me ngjyrë blu. Ngjyrë blu për sa i përket fasadave, ngjyrë blu për sa i përket çatisë lart, ngjyrë blu për sa i përket arredimit brenda. Pra nuk ekziston një kishë tjetër në botë si kjo. Kjo është unike. Është ndërtuar nga një arkitekt hungarez, është pjesa ose është imazhi që përfaqëson Slovakinë në mini Europën që është ndërtuar në Bruksel dhe ka disa rekorde tjera që unë nuk do t'u lodh, po do t'u lej që të shikoni këto pamje spektakolare që kemi marrë me dron.